Sportazhës e gjithim të pranishëm. Mirë se vini në finalen e turnirit tradicional se me den du munde. Sonde, pas shumërat e plot emocione, sfida dhe ngurritjeve, do të shohim kulmin e kësaj gare. Ekipet finaliste gjatë tërë kësaj kohë kanë treguar korrektësi, përkushtim e frymë sportiviteti. E kjo është merit e plot e vendit të tyre në finale. Ftojmë të merë fjallën nga këshilli organizativ Zotri Hyzer Dugolli. Nderuar pranishëm, institucione komunale nga dyja taborët, invalid familjar dhe shoqatët dalë nga luftra, ju banorët e fshatit Petreshtic, faleminderit që keni gjetë kohë që na nderoni me prezencën tuaj në këtë natë finale festive, tashmë turnir tradicional Samettin Dugolli. Gjatë gjithë këtyre netëve që i kaluam së bashku në këtë fushë futbolli, ku morëm pjesë mbi 90 ekipe, ku secila lojë i krijohet emocionet e veta, ku do të mbesin të paharruar në kujtesën e vetë juve si lojtare e ekipe, por edhe vetë të shikuesit, që ishin prezent gjatë gjithë kohës me bravaritet e tyre, duart raketet e tyre dhe me komentimin e bukur të komentatorit tonë Visar Ibrahimi, i dhanë motive shpirt çdo loje dhe në përgjithësi edhe vetë turnirit. Andaj ju meritoni më shumë se një duart rakike. Të gjithë ju që morët pjesë në këtë turnir, në nderuat dhe respektuat si fshat dhe si këshill organizativ, por më shumë të nderuat dhe respektuat emrin, veprën dhe jetën e humanistit tonë Samettin Dugolli. Andaj ju falenderoj përsërisht të gjithë. Samettini do të kujtohet gjithmonë si një humanist i madh, një njeri zemrës, që ishte i gatshëm gjithmonë të ndihmoj dhe të jap kontributin e tij në çdo aktivitet të fshatit, por edhe me gjërë. Kujtimi për të mbetet i gjallë çdo herë në mesin tonë. Andaj edhe ky turnir organizuar për të është më shumë se një garë sportive, është një dëshmi e unitetit dhe respektit për njëri tjetrin dhe një dashuri për vetë sport. Të organizosh evenimentet e tilla për njerëz të mëdhenj, sporti duhet të kesh guxim të madh në vetvete
dhe të ndihesh përgjegjësitë e mëdha, sepse vlera e njerëzve të mëdhej të obligon shumë që brezat që janë e që do vinë, duhet t'ju tregosh se humanizmi është vlerë e patjetërsueshme dhe e pazëvendësueshme. Këtë vlerë e kishte në shpirtin, në zemrën dhe vetë Sametin Dugulli. E di mirë që të gjithë këto pak fjallë që më zërën nga pak reshta nuk mjaftojnë që përshkruhet një biografi e njerëzve të mëdhej. Mirë po këto pak fjallë po dërgojnë mesazh të madh të gjeneratave të vim se vlera e njerëzve të mëdhej duhet ruhet e rekujtuar e trashëguar në breza. Të gjithë neve si fshat na bën të ndihemi krenarë që patëm një vëlla, një shok e një bashkëfshatar të tillë siç ishte Sametin Dugulli. Andaj duke mos e zgjatur shumë, unë në emër Këshillit Organizativ ju falenderoj përgjithësisht të gjithë. Faleminderit për Kuvendin Komunal të Shtimës, për rregullimin e tribunave dhe ndriçimin e kësaj fushë sportive. Faleminderit për të gjithë ekipet pjesëmarrëse, për të gjithë ju që kontribuat e ndihmuat financiarisht, ju sponsorë e biznesit që u bashkuat me ne duke na bërë edhe me të lehtë organizimin e këtij turniri. Falenderim për secilin person që angazhuar në përgatitjen e terrenit, mbarvajtjen e lojës, që çdo gjë të shkojë ashtu siç kishim planifikuar. Një falenderim i veçantë shkon edhe për tyshën e gjyqtarëve që ishin palodhur dhe korrekt në referimin e tyre gjatë gjithë kohës. Dhe në fund, dy ekipe finaliste që sonte do të performojnë në këtë atmosferë të bukur nga ju vetë shikuesit, ju urojmë suksese dhe mirëpafshmi në vitin e ardhshëm, ku besoj dhe shpresoj që dhe më mirë do t'ju presim. Faleminderit të gjithë. Të nderuar të pranishëm, mirëmbrëma. Vlerën që tani si fjalimin ju sekretari fshatit të sinimit e Semës, ju përshëndes shoqërinë e Semës, Ahmet Fis. Të nderuar i komandant Qeriqi, të nderuar mësues Ibrahim, të nderuar struktura komunale, të tri kryesuesi Anna Ademi, të nderuar kolegë, zotëri Përparim Ramusa dhe ju të tjerë që jeni prezent. Të dalish dhe të flasësht edhe se të përshëndes në emër të një fshati Billeshtis, përveç se është për mua nderë është një përgjegjësi e madhe. Kur e them këtë, nuk po flas në emër të fshati i cili në këtë rajon është shembull i organizimeve. Një fshat që e ka ruajtur traditën dhe vazhdon me fanatizëm ta ruajë atë. Ne edhe kohën e para luftës në qimi me një organizim sportiv, dua ta kujtoj se një fshat i vogël në ligat e atëhershme me një popull siç kemi qenë gjithë varfër, në sfida të mëdha organizante ka dy klube që ta përfaqësonin fshatin në ligat komunale. Gjithashtu më qenë se këtu jenë edhe komandanti veteran ushtar. Ne në kohën e luftës si fshat ishim shembull i organizimit për këtë rajon. Këtë e dëshmon edhe më së miri që në këtë fshat është edhe kazerma e parë në komunën e Shtimës, e themeluar në datën 5 maj. Dhe kështu si fshat e vazhdon traditën ta përcjellëm nga të parët tonë tek rinia, tek unsipëria, tek shoqëria që mos i humbin këto vlera si fshat dhe mas luftës vazhdon me organizime të ndryshme, duke përkujtuar epopenë e lavdishme të 56-7 marsit për secilin vet, e cila më kulmua në disa shkronja të arta, e që i kanë zhyrën e kuqe dhe mund të shihen atje, janë shkronjat e para që në 22 në ky fshat ka organizime tjera, ka 25 nëntori i cili është aksioni më i madh në rajonin e Kosovës për dhërim Gjakut, është aksioni i cili vazhdon të bëhet tash e sa vite, këtë vit do të jetë viti 9, prandaj me nisa fjalimin tash është një përgjegjësi dalish që përshëndesim juve nga në emër të një fshati kaq të organizuar. Prandaj sekretari fshatit dua të qëstofin e turnirit
se me lidhë në gurë, ta përshëndes dhe ta falenderoj për organizimin që kanë bërë këto 18 net dhe këto 3 vite dhe uroj fat dhe suksese që ky turnim mos ndodhet asnjëherë. Dhe kështu edhe ne si shoqëri edhe si fshat po edhe si rreth ta kujtojmë kujtimin më të mirë të cilën e kemi për Semedin e Vogël. Disa fjalë në thamë për të mirën, mirë po dua ta kujtoj momentet e fundit me të. Pas vdekjes, si shoqëri kemi marrë një obligim, kemi marrë një amanet që veprat e mira që i ka posë Sema, ne të vazhdojmë dhe t'i kultivojmë dhe t'i kujtojmë. Ulësinë e tij, humanizmin e tij, veprat e mira tina t'i trajtojmë ne dhe t'i vazhdojmë ne dhe mos t'i ndalëm dhe kështu ta kemi kujtim në të freskët për të. Vetë kjo organizim është njëri nga ato të cilat ne e kemi marrë si amanet. Prandaj, si staf, uroj që të mos ndaleni dhe uroj që ta vazhdoni këtë përjetësisht. Faleminderit edhe herë në emër të fshatit, i përshëndes të gjithë këta praneshën që sonte janë dhe të kërkojmë në të qenë dhe faleminderit shumë për kohën dhe mundit që u morën në përplas sonte dhe çdo natyrë që kemi qenë këtu. Faleminderit. Ftojmë kryesuesin e kuvendit komunal të komunës së Shtimes, zotëria Adnana Deme. Atëherë përshëndetje dhe mirëmbrëmje të gjithë, të nderuar komandant Joni, të nderuar drejtor prezant, Hasan Dest, kryetari i komunës Zotëri Ismaili, të dashur fshatar të fshatit Tjetërshtic, e dashura familje të Golli, të lejoni që në emrin tim, në emrin të gjitha institucioneve komunale, por edhe në emrin e kryetarit Aliu, që t'ju përshëndes, dhe sonte jemi këtu bashkërisht që ta kujtojmë një person të cilin e kemi njoft si njeri të mirë, e kemi njoft si familjar të mirë, e kemi njoft si biznismen të mirë, dhe së fundmi kemi njoft si humanist të shkëlqyer, të cilin sot po e kujtojmë me këtë ndeshje finale, e cila nuk është vetëm sonte finale, por edhe 3 javë më herët, siç e thanë edhe paraport që ka filluar ky turnej, ku kanë marrë pjesë nga gjitha trojet ekipe, dhe sonte ka ardhur fundi ku do të takohen 2 ekipet finaliste dhe uroj që të 2 ekipet finaliste të bëjnë një lojë korrekte ashtu siç e kanë bërë të gjitha ekipet për nder të ndjerit Semedin e Golli. Uroj që ekipet përveç që të kenë lojë korrekte të bëjnë edhe një lojë bukur për sportdashësit dhe ata që duan futbollin, në këtë rast futbollin e vogël. Unë nuk dua të zgjatëm më tepër sepse gjithë ato që duhet thuhen për Semedinin i thanë të 2 parafolësit, vetëm ju uroj ekipeve finaliste edhe njëherë lojë korrekte dhe ne ta shijojmë këtë ndeshje në natën e sotme. Faleminderit shumë dhe mirupafshim në evenimentet e tjera. Ka fitur që ka bërë diçka tjetër se ka bërë ka bërë marta. Mo është të gjithë. Të gjitha që të mirë. Nëse dikush nga ju dëshiron një fjalë rasti mund të vinë në fotografi. Vimin e. Atëherë vazhdojmë me ndarjen e minjorjeve. Ftojmë Merdugollën që të shpërndajë minjorje për komunën e Shtimes. Ftojmë parashutesët Fanajt dhe Migjan Shala. Ftojmë Kujtim Rizani.
Ftojmë shoqata OVLU që këpje të shticë. Ftojmë shoqata OVLU që kështime. Ftojmë doktor Jakub Ismaili. Ftojmë zotër Ibrahim Brahimi që të shpërndar minjullë për Artan Façi. Ftojmë moderatorin Visar Brahimi që i dha ngjyrën e turnirit tradicional se me den Dubonde. Tani vazhdojmë me pjesën artistike, ku ftojmë këngëtarin Visar Brahimi që ta promovoj për herë të parë këngën kushtuar se me den Dubonde. Në një fshat jendrenit, bash në fshatin Pjetër Shtit, e kalim në një gjallë, se me dinem një jadran gjallë. Në nana gjimshë e lindi, për Shtit sa lumë zhëriti, kur ka deklotin arrodhi, kënën bëti se me dindu gori. Pjetër Shtit heshtja, një dritë ushue supana, një shpirtimi një zemër kur, na labatja la panure. Shumë aksion në vonetare, të bapun humanitare, gjithmon se na ka thanë, s'bahen shpukara të vane.
Ftojmë nxënësen Ermon Abudullit të recitoj vargje kushtuar Semedin Dugollit. Turniri tradicional Semedin Dugollit, nder për një humanist. Në fushën e pjetështicës me zemër e me zjarë, luhen ndeshjet e forta për nder të një emri të madh. Semedin Dugolli, humanisti i shuar dhe i zjarë, në çdo top e në çdo hap, frymëzim në ka dhënë vërtet. Turniri mbledh djem e vojza me shpresë e me nderim. Ku sporti bashkon shpirta në kujtim të atij që nuk vdesin. Fush e gjallë për top që falbite, si shqiponja në qiell. Çdo ndeshje është një mbetje, por paqja është qëllimi. Në emër të Semedinit që sakrifikoi për njerëzit me shpirtin e ngrohtë, turniri që bashkon, që feston, që mban gjallë legjendën. Në pjetështisë e kujtoj me krenari humanizmin dhe ëndrrën e Semedinit. Vazhdojmë një vallë nga nxënësit e shkollës fillore i Dreza Jeti, Pjetështicë.
urojmë suksese ekipeve finaliste, lojë të ndershme dhe spektakël për të gjithë të pranishëm. Tani është momenti për paralojën mes dy ekipeve të përfëmijëve nga shkolla e futbollit Pjetër Shtic. Roma gjithë dhe mirë se vini në finalen e madhe të turniut tradicional se me të goli. Sonde nga bret një natë e zjarët me plot emocion dhe mbitë gjitha me futbol të bukur. Para se të vjen finalja madhe ndeshjen ose para lojën, do të luajnë dy ekipe të futbollit nga shkolla e futbollit Pjetër Shtic, që i lush të presim me duar trokitje shumë fuqishme. Ras për e rrisin aty. Një me 0. Realizon Mubarek Goshi. Fillon dhe pjesa dytë për këta super talent nga fshati ynë. Rasti mirë është ky! Para se vëtë rezultat. Realizon dhe numri 15 Diar Gashi për 1-1. Po kjo është finale para finales. Vini në finalen e madhe të turneu tradicional 72 golli, ku do të përformojnë sot dy super ekipe, Dëshmori Mirsad Idrizaj dhe Milasin Petrova Krajisht, nën brohëritjet dhe duar trokitjet e publikut fantastik, ftojnë në fushën e lojas ekipet që do të paraqiten sonde në finale. Duar trokitjet nuk do të mungojnë këtë shaste. Të ndëruar të pranishëm, vazhdojmë me përmendjen e emrave të lojtarëve, të cilët sot do të promovojnë në fushën e Blertë, këtu në fshatin Pjetër Shtic, në vendin ku futbolli është luajtur gjithmonë dëm baba dëm. Vazhdojmë me Dëshmori Mirsad Idrizaj. Mahir Osaj.
Altin Salihu, Jetmir Sejdiu, Arjanit Kozhani, Masa Lohaj, Arbenit Bajrami, Fitim Krasniqi, Shqiprim Imeri, Lirik Zangjinosi dhe Super Albin Sylla! Vazhdojmë me ekipin Milasin Petrova Krajisht, Festim Maqaj, Altin Betyqi, Lirim Berisha, Jakub Ramadani, Oldi Sylla, Behar Topalli, Loni Majaraj, Dani Alaj, Ekson Hasani dhe Super Ermal Maqaj! Që është mund të tonë të miqonë të satelita. Që këtë orë dhe ke kopë me që? Drejtësin si në qdo ndeshje. Edhe sonte në finale do të ndojmë dyshja fantastike. Rinuar Shala dhe Dion Dervishovi. Para se të filloj kjo super sfidë, të dashur të pranishëm, dua t'i falenderoj edhe një herë për të fundit herë sponsorët tanë, të cilët e kanë bërë të mundë realizimin e këtij turniri. Duke filluar nga Flamuri Tours, Termo Uka, Burhan Dugolli, Doni Alplast, ndërmarrja ndërtimore Omeri, Hekuran Musolli, Butiku New Fashion dhe Style, Iliri Pasader, Musolli GmbH, Nënëshë Izolimi, Buri Musolli, Sali Ibrahimi, Agim Gani Dugolli, Selatin Eskender Gashi, Ismet Gashi, Zoni Bao, Arben Bajrami, Naim Musolli, Arif Musolli, Talati, Fura Berlini 2, Milajm Bajrami, Golden Group, Alin Misini Urvator, Bekim Dugolli, Vlezrit Gashi, Agon Brahimi, Lumi Shqipëky, Ejub Smajli, Musolli Shqipëky, Lushi Term, Hyzer Dugolli, Kastriot Shabani, Mobileria Dani, Valton Elton Qerimi, Lumi në të pë, Agim Dugolli, Restorant Thana, Iniciativa Vullnetare Pjetër Shtic, Gjili Grill, Kushtrimi në të pë, Restorant Ruri, Lamarim dhe Vedele Mahmeti, Mini Firma Edini, Autoservis Agimi, Avni Spahiu, Feris Musolli, Mursel Dugolli, City Point, Gomisteria Rizani, Market Edi 2, Besnik Shabani, Market Azdreni, Fabrika Lëngjeve Bion, Besimi Commerce, Besi Food, Ardi Drejaj, Fortuna Group, Shamil Musolli, Kridaj Musolli dhe Mobileria Plisi. Falënderi shumë, në duat rokitjet, e juaja, fillat finalja madhe! Me topin të parën letarën nga Milasin Petrova Krajisht. Duart rokitjet nuk duhet të ndalen sonte absolutikisht në këtë superfinale. Maqaj. Ermal Maqaj me topin. Ramadani dhe Ermal Maqaj. Fitim Krasniqi dhe Albin Sylla. Lirik Zangjinosi. Shqiprim Imeri vazhdon me topin. Betyqi. Këndore. Apo jo topi është këndore në të mirë të Milasin Petrova Krajisht. E fuqishme nga Ermal Maqaj, po jo kësaj radhe në kuadratën e portës. Rasti mirë është kë, Imeri! Gjithë shka njës nga Festim Maqaj. Të dashëm të vrajnë shumë, mos të arrojmë se në fushën e lojës kemi super yjet e futbolin kosovar. Dhe me të vërtet jemi shumë të gëzuar që ata përfrojnë në turnirën tonë. Ramadani! Ermal Maqaj dhe Festim Maqaj, përsëri Ermali, Albin Sylla, rasti mirë është kë, e bukur pritja nga Festim Maqaj. Krasniqi, Sylla, Shqiprim Imeri, Fitim Krasniqi, i bukur kalimi
Topi fillon nga Arbenit Bajrami, numri 1 i dëshmori Mirsad Idrizaj. Albin Syla. Oldi Syla dhe Festi Maqaj. Gjithë shkanis nga Arbenit Bajrami. Imeri. Këndore në të mirë të Milazim Petrova Kraisht. Pytishi. Gjinovci. Dhe Krasnishi me topi. Bajrami. Imeri. Qfar klasik ideal. Shtova kësaj role, vazhdojmë herën tjetër. Imeri. E fuqishme. Super intervenim nga Festi Maqaj. Berisha dhe Oldi Syla. Përshëri Berisha. Albin Syla dhe Imeri, Rastimir është kë. Gjithë shka njës nga Festi Maqaj. Qfar lojë miq, qfar spektakli, qfar futboli këtu në fshatin Pjetërshit. Festi Maqaj. Vazhdojnë me topin lojtarët e klubit dëshmori Mirsad Idrizaj. Bajrami. Ramadan e shlirimi. Berisha! E fuqish me goditja, edhe me bukur intervenimin nga Bajrami. Ramadani. Syla. Maqaj. Shepre me mere me topin, ka goditje të fuqish me këtë djalosh. Gjinovci. Gjithë shka njës nga Festi Maqaj. Qfar spektakli miq. Oldi Syla. Maqaj. Teshrinim Berisha. Ansore në të mirë të Milazim Petrova Kraisht. Altin Bityqi dhe Jakub Ramadani me topi. Bityqi dhe Ansore në të mirë të dëshmori Mirsad Idrizaj. Fitim Krasniqi. Vazhdojnë me topin. Oldi Syla. Ramadani dhe Festi Maqaj. Luft për shdo top të dashur miq. Syla. Imeri, rast në anën tjetër. Ramadani dhe nis aksionin për Milazim Petrova. E fuqish me kjo goditje. Këndore.
Ermal Maqaj. Çfarë goditje të fuqishme ka ky djalosh dhe rastin anë tjetër. Imeri, rasti mirë është ky. Super shqiprim Imeri. Syla. Gjenovski. Ramadani. Çfarë goditje? Arbenit Bajrami me topin. Degazhimi i lartë. Këmba lartë dhe fair play nga Masalohaj. Gjithë shka në rregull. Loja vazhdon me lojtarët e Milazin Petrova Kraisht. Maqaj. Rasti mirë është Imeri. Përsëri kombinim. Popo! Realizon super shqiprim Imeri. Për 1-0 në të mirë të dëshmori Mirsadi Drizaj. Çfarë loje miq, çfarë lufte për çdo top. Dhe këtë e bën vetëm finalja. E këti turniri fantastik që organizohet në fshati Vjetërshtit. Albin Syla. Çfarë klasi Syla! Festi Maqaj vazhdon me topin. Ermal Maqaj. Bajrami. Me topin Arjanit Kozhani dhe super fitim Krasniqi. Krasniqi dhe Ermal Maqaj. Shirin Berisha. Loj me të vërtet fantastike nga të dy ekipet. Syla. Goditje dënimi në të mirë të Milazin Petrova Kraisht. Festi Maqaj. Festi Maqaj. Dhe gjithë shkanis nga Arbenit Bajrami. Anësorën e të mirë të Milazin Petrova Kraisht. Ramadani dhe Festim Maqaj. Oldi Syla.
Ko shënuar! Super! Smirim Berisha! Barazon që s'ka! Këto në Pjetërshtit! 1-1! Ju thash mishtimi që kjo është një finale zjarë! Dhe lu thash për shda top të ullëshëm! 1-1! Gjithë s'ka barabartë në këto momente! Mirë këson që nësi me topi. Fetim Krasiqi. Masa Lohaj. Ndarë pritën nga numëri 10, Altin Bytyshi. Bajrami. Fetim Krasiqi. Masa Lohaj. Altin Bytyshi. Ndar Francin shka Smirim Berisha. Qfar loje fantastike nga këto dy super ekipe. Kozhani. Kozhani. Dhe Berami. Gjithë shka nisë nga dhe ka përfunduar kjo pjesë e parë. Rezultati barabar 1-1 për të dy ekipet. Të ndëruar të pranishëm, gjithë shka gati tenis dhe pjesa 2 të kësaj supersfide. Dhe ja ku është ajo, me topin lejtarët e dëshmoni Mirsanti Drisaj. Syla. Ras për dëshmoni Mirsanti Drisaj. Fitim Krasiqi pranë topit.
Bajrami. Shqipëri Mimeri. Dhe këndore në të mirë të lojtarëve të dëshmoni Mirsati Idrisa. Mashaj, rasin arën tjetër, Berisha, Bytyqi! Fantastik! Ishtë aksioni dhe gjithë shkanis nga Arbenit Bajrami. Krasniqi. Shqipëri Mimeri. Qfar kontrol në ka këtë jalosh. Fantastik është këtë jalosh. Krasniqi për shëri. Lirik Zangjinoci. Dhe përsëri fitim Krasniqi. Ja, fuqishme shte goditja. Dhe gjithë shkanit nga Festi Maqaj. Ermal Maqaj dhe Festi Maqaj me topin përsëri. Topi takon Minazin Petrova Krejsh. Që të sonë gjithë shka Arbenit Bajrami, fitin Krasniqi. Gjinoci dhe Krasniqi. Syla. Berisha. Ramadani. Rasti mirë është kë. Qëfar pritin nga Arbenit Bajrami, përsëri Berisha. Anësorën e të mirë të dëshmoni Mirsati Idrisaj. Altin Syla. Berisha. Dërprat që shka fitim Krasniqi dhe njësë. Rasti për sërinë tjetër, Ramadani. Krasniqi. Qfar loje, qfar atmosfere. Të dashur mish, po kryot për të dy ekipe. Gati të dënimi. Topi. Goditje dënimi në të mirë të dëshmoni Mirsati Idrisaj. Super, fitim Krasniqi pra topit. Dhe njëse. Ja përqishme shte goditja. Ramadani. Festi Maqaj. Oldi Syla me topin. Syla, rasti mirë është kë. Syla. është këndore për Minazin Petrova Krejsh. Ramadani. Ermal Maqaj. Dhe Festi Maqaj.
Me topin lejtarët nga dëshmori Mirsadi Drizaj, Fiti Krasniqi. I meri me topin. Rasimir është të kështyma nga Super Alvin Zyla. Përsëri vazhdon me topin lejtari me dëshmori Mirsadi Drizaj. Maqaj. Bitigji dhe Maqaj përsëri. Anësore për dëshmori Mirsadi Drizaj. Syla Ramadani! Çfarë goditje fuqishme, por jo në kuadrat e kësaj për të kësaj radhe. Fantastik është dhe numri 3 nga Minazi Petrova Krajish. Albin Syla Brandopi. Bajrami. Gjinoci. Bytyqi. Krasniqi. Ansore për dëshmori Mirsadi Drizaj. Shlirin Berisha. Festi Maqaj. Maqaj. Ansore për Milazim Petrova Krajish. Përsëri Festi Maqaj. Berisha dhe Maqaj. Ramadani. Pritje e bukur nga Arbenit Bajrami. Krosën e rëshku! Kemi ndryshim rezultati. 2-1 në përmjet të Minazi Petrova Krajish. Realizon numri 11. Oldi Syla. Krasniqi. Çfarë lojë miq. Fantastike. Asgjë nuk ka përfunduar në këtë ndeshje. I meri. Maqaj dhe Ramadani. Erman Maqaj. Ansore. Festi Maqaj me topin. Çfarë pushimi? Përsëri Oldi Syla. Përsëri kemi ndryshim rezultati. 3-1. Krasniqi. Këndore. Asgjë nuk ka përfunduar këtë ndështimi. Në rondat e lojtarëve të dëshmori Mirsadi Drizaj kemi super lojtar, të cilët mundin edhe ta bëjnë diferencë. Syla përsëri. Ansore.
Vesti Maqaj. Shqipëri Mimeri, Albin Syla. Syla në Meri, përsëri Syla. Shpar angazhimin nga Ermal Maqaj, Krasniqi. Lohaj. Lëk fuqishme ishte kjo goditje. Po, kjo është atmosfera e një finalet e madhe. Vazhdon me topin litar dëshmori Mirsad Idrisa. I Meri, sport kalimi, shtylla. Albin Syla. I Meri. Lëk fuqishme. Syla. Duart rokitje dhe prohuritje për të dy ekipet të ndëruar të pranishëm. Syla. Krasniqi. Gjithçka nish nga Vesti Maqaj. Berisha dhe përsëri Maqaj. Ermal Maqaj. Dërpritje nga fitu Krasniqi. Dhe shkakton fol. Shqipëri Mimeri. Syla. Krasniqi. Dhe përsëri Mimeri. Syla. Është këndore. Rasilane tjetër Qinoci dhe Krasniqi. Lohaj, kombinimi mirë. Shfar rasti për Lirikson Qinoci. Goditit e nimi dhe do të pritë sinalizimi i gjyqtarit. Gjada Bisholi, që të ekzekutohet kjo goditit e nimi. Ramadani. Ja fuqishme, dhe ansore. Topit e Vesti Maqaj. Olti Syla. Kalimi bukur. Duart rokitje për këtë fair play. Ka Shqipëri Mimeri. Fantastik është Kunjarosh. Ramadani. Syla. Shqipëri Mimeri dhe Lirikson Qinoci. Albin Syla. Shpa loje. Topi ka kaluar vjen Ansore. Ansore për dëshmori Mirsad Idrisa dhe fillon loja me shpejtësi. Krasniqi. Rastimir. Krasniqi. I Meri. Lohaj. Super pritja Vesti Maqës. Gjinovci dhe I Meri. Ka përfunduar kjo finale miq. Milasin Petrole e kemi kampion për të dytën herë në turnierin tradicional Samit Dugoni. Fantastike!
Në momentin final të turneu tradicional Semeti Dugolli pra në ndeshjen finale dhe në ndarjen e shpërblime dhe pa humbur kohë ftojmë Faje Ramadanin që t'i dhuroj shpërblimet për dy gjyqtarët Rinor Sala dhe Tjon Dervisholli gjithmonë nën duar rokitjet e publikut fantastik. Ka vënë kamerë, kjo. Vazhdojmë ndarjen e shpërblimeve për vendin e dytë dhe ftojmë Resul Mahmudin dhe Pajtim Syner që t'i dhurojnë medaljet për vendin e dytë. Dhe gjithmonë dhe këto duhet jenë në duat rokitjet e publikut fantastik, sepse patëm një ekip fantastik me emrin dëshmori Mirsad Idrisa. Dhe tash në duat rokitjet tuaja ftojmë Arta Faqin të dhuroj kupën dhe qikun për vendin e dytë. Ftojmë një përpasus të ekipit dëshmori Mirsad Idrisa. Duar rokitje të pandalshme për këtë super ekip. Dhurot dhe qeku në shumë prej 1.000 euro. Falenderit, shumë falenderit dhe pa humbur kohë vazhdojmë dhe ftojmë Ilirian Gashin që të ndaj të shpërdoj shpërblimin për portierin më të mirë. Dhe ajo është Arbenit Bajrami nga klubi dëshmori Mirsad Idrisa. Duat rokitje se me të vërtit portier i klasit e lartë është ky djalosh. Faleminderit shumë edhe për Arbenitin dhe pa humbur kohë ftojmë Shefshet Ismailin që të shpërndaj shpërblimin për lejtarin më të mirë të turnirit tradicional Semeti Dugolli dhe ai është Ermal Moça. Duat rokitje për këtë super lejtar fantastik dhe pa humbur kohë vazhdojmë ndarjen e shpërblime për vendin e parë dhe ftojmë Adnan Ademi që të shpërndaj medaljet për vendin e parë. Si gjithmonë në duat rokitjet e publikut fantastik. Dhe ftojmë lejtarët e Milasin Petrova Krajish.
Dhe një medalje shpërndahet edhe për Leon Syne. Gjithmonë në ndodhë rëkitje. E publikut Vanasi. Dhe të dashur të vrani shumëftojnë Linan dhe Pjan Dogolli që ta dhurojnë kupën për kampionin e si vjetëm të turnirit tradicional Semetin Dogolli. Dhe kampioni është Milazi